Çka ke të bën? Tregoj ju shikuzve. Vetëm po e lidhem na Ilirin direkt apo thojmë Nasimi sa pas ka ndryshuar. Nasimi në fakt ndonse e paralajmëroj. Ajda gjithsesi do ta kemi në një moment tjetër nesër të ditëve të ardhshme për të folur për aktualitete politike që gjithsesi janë aty, po vazhdojnë të jemi në pritje të vendimeve të rëndësishme, qoftë në vend për zgjedhje, qoftë në për zgjedhje ose jo zgjedhje realisht, qoftë ato për në gjykatën speciale në fakt një vendim për ish-kësherët e UÇK-s që ndodhen atje, katëshën UÇK-s. Pra do të kemi një moment tjetër me Nasimin, por sot do të kemi Nailirin, ish-banorin e Big Brother VIP Kosova, që është shumë aktiv dhe është shumë mirë në fakta që pas përvojës në Big Brother t'i shohim banorët që janë aktiv dhe po e shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme këtë famën që e kanë për momentin. Nailir, përshëndetje, mirë se erdhën në Kosova Live për herë të parë. Përshëndetje. Përshëndes Katerina, përshëndetje. Sa mirë kish me qenë edhe me dëgju, si zakonisht. Besoj që do të rregullohet shumë shpejt. Jemi në rregull. Mirë se erdhe edhe një herë Nailir, ndonse në këtë lidhje online sot. Ju përshëndes, po më dëgjoni? Po, jemi shumë në rregull tani. Super. Mirë se erdhe, shumë knaqësi. Nailir, po e thoja në fakt që është mirë të shohësh banorët që pas kësaj daljes nga Big Brother janë aktiv dhe e shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme këtë famën që vjen. Dhe këtë e kemi parë tek ti, aktiv me podcast, me reklama, gjithandej. Si po shkon për momentin? Mirë po shkon të drejtën. Nga pjesa podcastit është diçka që nuk është diçka e re nga ana jeme, podcasti thjesht kam filluar sezon e ri, sepse vetë podcasti ishte arsyeja pse unë isha në Big Brother. Edhe tash kam filluar sezon e ri, po ecë shumë mirë. Sot kam filmime, kam bërë 2-3 publikime fillestare, edhe çdo është mirë. Veç presim banorët kur do na vinë. Besoj që do t'i kesh shpejt, sidomos me ata me cilët i ke pas pak raporte më të mira. Atë kishe, edhe pse ti në përgjithësi ke pas raporte të mira me të gjithë, atë kish mungu podcasti apo jo? Shumë kishte mungu, sepse është zona jeme, është gjoja që di me bë mas miri, edhe shumë kishte mungu, të drejtën. Nailir, për të qenë realist, disa prej banorëve, kur tani janë jashtë shtëpisë, ndonse në Kosovë ka përfunduar, ndonjëherë nuk janë edhe shumë mirënjohës, le ta themi, ndaj produksionit, ndaj famës dhe ndaj gjithë vëmendjes. Në fakt, për të qenë shumë i sinqert, ti sa je mirënjohës dhe sa ke vërejtur, le të themi, këtë ndryshime në famën tënde dhe në vëmendjen që tani e ke pikërisht fal Big Brother. Shiko, unë besoj se gjithmonë duhet jesh mirënjohës. Nuk jam dakord me disa nga banorët në momentin që dalin nga Bigu, fillojnë e flasin, jo, produksionin ka bë këtë, produksionin ka bë me hile këto, kupton? Besoj se është gjoja e gabume, besoj se çdo gjë duhet t'i kërkosh vetes spari, duhet t'i kërkosh llogari, pastaj produksionit do bajnë në mënyrën e vet si din ta bëjnë, mos harro se është një punë shumë e madhe, është një angazhim shumë i madh dhe nuk mund të jesh gjithmonë të jepsh 100% vëmendjen secili prej banorëve. Është një punë jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe besoj se secili prej banorëve, unë kam thënë më përpara edhe në disa emisione tjera, edhe e ritham, besoj se secili prej nesh duhet të jemë mirënjohës, sepse ta llogarisësh jemi një numër shumë i pak i banorëve që e kemi privilegjin të jemi pjesë e Big Brotherit, besoj unë. Atëherë, që ka fundi jena shqiptarë, do na pak atë shiko se unë jam nelt, produksionin do të më mba këtë, produksionin do të më mba atë, e kena pak egon shumë nelt, ne si shqiptarë, besoj unë. E këtë egon, apo e mbajnë edhe jashtë Nailir, sepse po më duket, me sa po mendimi e ma, më duket banorët e Big Brotherit të fundit, mas pak të janë shoqëruar. Falë, nuk po të një gjëjnë. Apo më dëgjon tash? Po, tash po. Tash, banorët e këtij Big Brother, i këtij sezoni më duket që nuk janë shoqëruar dhe shumë jashtë, ka pas shumë grupacione, ndoshta nuk i keni pas edhe ato mbledhjet që kanë ndodhur më herët, në udhëtim bashkë ose ndonjë mbrëmje me dalë bashkë, nuk e di pse ka ndodhur kjo. Shiko, në varet iniciativa është një iniciativë që e bën produksioni, ofron diçka, apo jemi vetë banorët që flasim me njëri tjetrin dhe ofrojmë diçka. Nga ana banorëve, unë për veti personalisht nuk kam marrë ndonjëherë në një
telefonat ose në mesazh shikon e lirë do bëhemi këto ose do bëhemi aty, a kupton? Ashtë edhe kjo si më varet se për mu personalisht ashtë edhe pak e largësia se shumica banorëve janë në Prishtinë, kurse unë jam në Tiranë, a kupton? Ashtë pak kjo largësia, por si do me këtë të paktën një telefonat ose një organizim me një tjetrin besoj se duhet, por se kam pa. Paktën nga ana jam, nuk kam pa. Nailer, cili është kontakti i fundit që ke pas me një ish banor? Se besoj gjithsesi ti vazhdon të kesh disa raporte më të afërta, disa kontakte më të shpeshta. Kontakti i fundit, dy kontaktet më të mira me ish banor si kam aktualisht është me Tonin edhe me Ibron. Ato janë dy kontaktet më të mira si kam aktualisht, janë persona që flasin telefon me Kajor, edhe me Labin kënaq gjithmonë kur marr telefon me Kajor, më shpjegon se si produksioni ka vepru keq ndaj tij, se finalen, se si e kanë bë keq produksioni, a kupton? Por këto janë kontaktet e fundit. Labi, Toni edhe Ibro. Po, Labi me bombat e veta. Nailer, kur dole nga Big Brother, ajo çfarë kemi parë është që ke qenë goxha i pranishëm në Kosovë, përveç mediave, madje edhe disa bashkëpunime kështu me radhë. A ka pas një moment që e ke konsideruar që mbase këtë karrierën tënde edhe televizive mund ta zhvendosësh edhe në Kosovë? Ka pas shumë momente, bile me firmën Onima arrit me fjalë arrit me deri te kontrata, e kriju me studion e ZZA arrit me deri te kontrata, por një moment reflektimi vuna re se, shiko, ne na duhet edhe puna, jo vetëm podcast ose na duhet me bë disa më shumë se vetëm një podcast, a kupton? Edhe ishte pak e vështirë për mua sepse unë u përgatita një moment me ardhmë me jetu në Kosovë e ZZA, por ndryshuan planet. Nga Klan Kosovë për shkak kanë shku kanë bërë takime, por edhe janë zhduk, nuk jam një gjumë nga pjesa e Klan Kosovës. Ke pas nevojë për gjëra konkrete? Për zotin kam diskutuar për programin, kam diskutuar për mundësi podcasti ose një mundësi, kam marrë një ide për një program, a kupton që në fillimet e saj është pëlqyer si ide, po më vonë nuk kam marrë si përgjigje. Se Nailer, erdhën fjalë të unë që realisht Nailir e ka një podcast që a mund ta transmetojmë edhe në të shtatë, prandaj edhe po të pës. Më falë thuaj edhe herë? Ishim në pritit e një podcasti realisht, po e thoja që po flitet që ishe interesuar për ta shfaqur pikërisht edhe në televizionet Kosovë, saktësisht edhe në të shtatë. Prandaj po të pës që a ka pasur një moment që ke konsideruar vërtet që mund të kesh edhe këtu ta zhvillosh këtë karrierën? Po tash, momenti ose unë mos Big Brother kam metër i muaj gjys, thuaj se gati 2 muaj kam metër mbrapa në Kosovë, kupton? Por thjesht nuk u banë në mënyrën e duhur, edhe di se edhe me të shtatën që po thuti, kene pas disa bisedime, me Binin edhe me tjerë, por nuk e di ku mbetme. Nave që kemi qenë tu e prit podcastin, Nailer. Të letë jemi në bashkëpunim. Nailer, gjithsesi, dua të pës edhe këtë, sepse kam parë që të podcastet tuaj tashmë një vëmendje e madhe edhe është edhe të Big Brother i Shqipërisë, komentet banore, sepse edhe atje po shkon drejt finales. Një pyetje konkrete, kush janë personazhet që atje janë duke pasur një vëmendje shumë më të madhe në këtë edicion, sidomos në këtë fazë që është loja? Rogerti, që po bën një rrëmuj, a kupton, po bën zhurmë, Rogerti po bën zhurmë, edhe Miri dhe Selina. Këto janë vëmendje. Ashtë edhe vëmendje shumë e madhe mes Brekenës dhe Mateos. Kjo është vëmendja më e madhe që po ju jepet banorëve këtu në Big Brother të Shqipërisë. Po, këto janë vëmendjet. Atëherë, dalja e Gimbos, tashmë ka ngritur diskutimin e madh atje që e Gimbos, mbrëm, dalja Gimbos nga Big Brother. Se kam po. Se ke po, mbrëm Gimbos është eliminuar nga gara dhe tashmë është ky diskutimi nëse pas daljes së Gimbos a do të ketë një rikthem mes dyshës së famshme në këtë lojë të Big Brother, Miri dhe Selin. Si e sheh Nailirti, duke qenë edhe pjesë e këtij formati më herët, e di pak si shkojnë këto dinamikat për lojë?
Besoj se po, sepse janë vetë dy lojtarë që duke luajtur bashkë ofrojnë diçka në publik, duke luajtur në damas, nuk e fjalë publiku i tënë që të lozin bashkë ato dy personazhe, edhe besoj se do ketë afrim nga njëri tjetri. Por se çfarë do lloj afrimit do jetë, se di se nuk e kuptohet, nuk jam dakord me Mirin, uroj të fitojnë Senaldo. Në çfarë pike nuk je dakord? Në çfarë pike nuk je dakord me Mirin? Çka ty nuk të pëlqen? Asgjë. Çka ka lidhje me atë person nuk pëlqen. E nga ana tjetër të Selin, të pëlqen si lojtare? Selin ka baloj. Kurse Miri besoj se ka përfshi emocionet që nuk ka mujt t'i tregoja, kupton, por që ai ka pas emocionet të mërë, as nuk diskutohet se jemi meshkull dhe arrim ta kuptojmë atë fizionominë e mashkullit, besoj unë, por ka lujtë edhe bravo. Edhe përsoj për këtë Gimbos, a më ka thënë një diçka që kam thënë më përpara? Po, patjetër. Përsoj për këtë Gimbos, ashtu që kam thonë që Big Brotheri është pak toksik në vetë për mëna, sepse rasti Gimbos ishte një djalë me shumë energji pozitive, shumë i dashtun, shumë i pëlqym kur hini Gimba, ama energjinë e tij e mojti vetëm 3 ditë. Mos 3 ditëve e ndroi komplet çështjen, ti filloi me shamje, me fyrje, sepse kështu ka ardhur koha, kështu është kriju ky format. Po, vështirë me qëndru Big Brother i qetë në Ilir. Ti keshin vetë edhe e ki parasysh. Do të dërsh nga vetvetja. Është një diçka shumë e bukur ishte Breakinës që thashë, shikon, në qoftë se lojen Big Brother mund kërkon që të dal nga vetvetja, vetëm për hir të lojës, unë duhet të dal nga ky moment. Edhe e respektoj Breakinën për atë, bravo. Në rregull, ndonë se nga shumë kohë pasi një lloj hipokrizie, po gjithsesi. Nailer, një pyetje të fundit për Bigun e Shqipërisë, sepse edhe më pas për përvojën tënde e kam një pyetje tjetër. Kush e fiton në Shqipërisë? Kush ka gjasa më shumë ta fitoj Big Brotherin e Shqipërisë? Nga ajo që edhe që dëgjon, edhe që dëshira ime dhe besoj se duhet ta fitoj Senaldo. Po, për çfarë? Është jashtëzakonisht shamull më marr, sepse në fundit ne në fund të ditës, fituesin do japim një shembull për popullin. E fitoi Lundrimi në Big Brother Kosova. Lundrimi ishte një djalë, një shembull për popullin, jashtëzakonisht shumë energji, jashtëzakonisht djalë pozitiv, djalë i talentum, djalë që performonte, kështu që është një shembull që si televizion, si program, nuk e di, e ofron te publiku. Edhe besoj se një shembull i tillë është Senaldo. Në rregull. Nailer, hapat që bëhen sidomos kur e fiton Big Brotherin, hapat që bëhen jashtë dhe lëvizjet që bëhen janë shumë të rëndësishëm. Nga ajo që ke parë deri më tani, a mendon që Lundrimi është duke bërë lëvizjet e duhura? Se vjeni kohë se cili për ka ato angazhimet e veta, por ta kam pa unë të Lundrimi e di se ka thënë që do t'i fokusohem karrierës. Edhe këto lek ka thënë që kam fitu nga Bigu, unë do t'i shpenzoj për karrierë, do t'i shpenzoj për muzika, kupton? Edhe besoj se ky është fillimi i një Lundrimi të suksesshëm. Edhe uroj sukses për atë djalë që e meriton suksesin. Po, patjetër, kishte bërë edhe të ditura që po punon edhe në projekte të reja. Nailer, një pyetje rreth përvojës tënde. Kam përshtypjen që secili lojtar brenda i ka momente të veta, dinamika të veta dhe më pas varet nëse dëshiron t'i kapësh, nëse dëshiron t'i zhvillosh në çfarëdo forme. Ke pasur edhe te, ka pasur disa momente kur ke qenë një tensionuar, e ke ngritur zërin, më pas kishte një moment kur edhe aty po fliter për një pëlqim tëndin ndaj një banore e tjetër. Për kënë ka qenë? Për Hygertën. Për Hygertën. Të paktën në një darkë kështu është. Pse ndoshta a mendon që i ke shfrytzuar mjaftueshëm dhe a nuk ishe gati realisht mbase për të bërë loj, le të themi, si mire, edhe pse nuk me qërë. Qka ka ndodhë me ty brenda, si lojtar, me dinamika tua dhe me ato që realisht publiku nuk i ka parë, po ti i ke ndjerë për brenda?
absolutisht asnjë dinamik nuk kam shfrytzuar. Kemi sinqerisht shfrytzuar asnjë dinamik, sepse ishte një presion që u mbledhte unë, nuk e di pse, po u mbledh një presion që unë u bllokova, edhe loja Bigut ishte diçka se unë nuk e disha se si funksiononte, nuk e disha unë sot e shoh me një sy tjetër, kupton? Unë bëjmë rastin po përmend Hygertën. Hygerta pavarësisht se ishte si diçka si e nisur, a kupton? Pavarësisht por unë kur e shifsha me atë mendim thosha si mund dalën me një pëlqim edhe mund sepse ti ndikohet nga opinioni i publikut. Si mund dalën me një pëlqim ndaj Hygertës kur e di se me njerëzit për jashtë do më gjykojnë çfarë do lloj situate si do të jetë, do më gjykojnë mua për keq, sepse është një djalë që po don mu tall me Hygertën e gjëra të tilla, kupton? Por këto paloja si dikush i shfrytëzon. Por nuk shfrytëzon. Anyway, jam okay. Po, a e ke sot përgjigje për vete? Pse u bllokove? Pse ndodhi ai bllokim, Nailer? Nuk e di. Ndoshta ishte hera parë që po përballosha me një audiencë madhe, edhe nuk e di. Sigur ta kisha gjetë përgjigjen aty mbrapa, do të mohabeti. Por si do shoft, jam shumë krenar për arritjen time, jam shumë krenar për çka kam bën, sepse nuk kam si ta them, nuk kam kërkuar zhurmën, po do bish me thjesht të rrish një javë më shumë, a kupton? Po. I ke qëndruar, le të themi, besnik parimeve tua që i ke si njeri mbi të gjitha. Mirë, Nailer, gjithsesi, besoj e the edhe vetë që je krenar sepse të paktën në Kosovë mbas e ka gjithsesi je njohur me podcastin, por ndryshe është da ke një audiencë shumë të gjerë edhe këtu për shkak të Big Brother. Besojmë që nuk do ndalesh, apo jo? Cilat janë planet për fund? Për zotin, plani është podcasti, përveç podcastit, kam një super emision, që hala nuk di si ta realizoj, por do vinë dita që do ta realizoj edhe do thamë kjo është emisioni që e kam pas fjallën, e kupton? Është super projekt, por çdo projekt që bëhet, ti e din se kërkon të ardhurna të caktuara, e kupton? Absolutisht. Edhe për momentin akoma nuk jam me fjalë. Është thjesht një projekt në letër që besoj shumë shpejt do zhvillohet, por sa shpejt mund të jetë 6 muaj, mund të jetë 3 muaj, mund të jetë vit, nuk di ta them. Në rregull, urojmë që të jetë në praktik sa më shpejt edhe të urojmë shumë suksese, Nailer. Shumë faleminderit për ftesën. Uroj gjithë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Nailer, kënaqësi.